Hajde, vazhdoni. Vazhdoni. Mos kuqa. Mirëmëngjes të gjithëve. Sot është një ditë e bukur dhe e rëndësishme, e diel me diell. Unë para se të vi këtu në Fakultetin Ekonomik e Juridik të Universitetit Prishtinës, e vërtetova në webfaqen e Komisionit Qendror Zgjedhor se a e kam saktësisht këtu sikurse herën e kaluar vendvotimin, dhe vetëm kur u konfirmua kjo gjë, unisa, prandaj i sugjeroj të gjithë qytetarët të Republikës që paraprakisht ta kontrollojnë vendvotimin dhe atëherë kur ta verifikojnë që e kanë aty ku kanë menduar, të nisen në këtë ditë kaq të rëndësishme për institucionet e Republikës Kosovës, për qeverisjen në vazhdim dhe gjithashtu për mbarvajtjen e Republikës. Sa më e lartë të jetë dalja e qytetarëve në zgjedhje, aq më i madh është legitimiteti i institucioneve dhe aq më solid stabiliteti i tyre. Sot vendosin ata që votojnë, prandaj edhe u bë thirrje qytetarëve të Republikës Kosovës që ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike, ta përdorin mundësinë qytetare të përcaktohen për përbërjen e ardhshme të Kuvendit të Republikës në legjislaturën e 11. Ju faleminderit të gjithëve. Ju faleminderit për vëmendjen. Today is a sunny Sunday, a very important day for democracy in Kosovo. Higher turnout will turn into higher legitimacy and stability for the institutions of our republic. Therefore, I invite all citizens to use their rights, to use this opportunity and decide about the next 4 years. I hope that people of Kosovo again will show their maturity, as always, with a very high turnout, and on the other hand, we as politicians, I hope that will serve ever better, ever more to all of them. Thank you. Danas je lep i važan dan, sunčana nedelja. Pozivam sve građane Republike Kosova da upotrebljavaju svoje građansko pravo, da iskoriste ovu demokratsku mogućnost i da glasaju na parlamentarne izbore koji će odlučivati o sastavu Skupštine Kosova, tjedno koji će na taj način odlučivati i o sljedećoj vladi. Pozivam građane da najpre dobro se zamisle ko radi za njihov dobrobit i blagostanje i na taj način da oni danas odlučuju, jer danas odlučuju oni koji glasaju. Želim vam svako dobro. Uroj që për zgjedhje parlamentare këtu do të shihemi pas 4 vjetëve.